Opozita ka nisur protestën përpara kryeministrisë. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, bëri thirrje pak para saj për një sezon të ri aksionesh të vazhdueshme, me synimin që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë. Analistët paralajmërojnë se protesta mund të marrë ngjyrime më të forta, duke u shndruar në një aksion më të gjatë, si çadra e vitit 2017. Nëse pjesëmarrja qytetare do të jetë e lartë, qëllimi i opozitës është të krijojë presion mbi qeverinë, ndërsa policia ka blinduar zonën përreth kryeministrisë. Opozita parashikon që çadra të përdoret si simbol i rezistencës, duke siguruar një prani të vazhdueshme dhe duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve për kërkesat e saj. Intensiteti dhe zgjatja e aksionit do të varen nga pjesëmarrja qytetare. Shqipëria ka hapur sot 6 grup kapitujt e fundit të negociatave me Bashkimin Evropian, një etapë që e çon procesin drejt fazës përfundimtare. Ceremonia zyrtare u zhvillua në Bruksel, ku kryeministri Edi Rama, komisionerja evropiane Marta Kos dhe ministri e jashtme e Danimarkës Marie Bjerre shënuan momentin me një tortë të kuqe me numrin 6. Rama surprizoi Kos dhe Bjerre me shishe vere autoktone të etiketuara me një skicim të bërë prej tij, duke e kthyer ceremoninë në një gjest simbolik miqësor. Komisionerja Kos megjithatë theksoi se hapja është vetëm fillimi, duke paralajmëruar se sfida e vërtet qëndron në mbylljen e kapitujve përmes zaptimit real të legjislacionit të BE-s. Torta u nda nga Rama, Kos dhe Bjerre, ndërsa qiriun me numrin 6 e fikën ministrat Majlinda Dhuka dhe Adea Pridenji, duke e mbyllur ceremoninë që shënon hyrjen e Shqipërisë në fazën e re të negociatave evropiane. SPAK po ngushton rrethin mbi Sali Berishën për dosjen e 21 janarit, ndërsa ish kryeministri vijon të shmang marrje në pyetje. Pas 2 fletëthirjeve të refuzuara dhe justifikimeve për mosnjoftim, Berisha u informua sot gjatë paraqitjes për masën detyrim paraqitje se duhet të shkojë në SPAK të premte. Ai sërish refuzoi, duke pretenduar angazhime jashtë vendit, por prokuroria i ka caktuar një datë të re, 19 nëntor, ora 09:00. SPAK ka dokumentuar refuzimin e marrjes së njoftimeve nga rojet e banesës, stafi i PD-s dhe kuvendi, si dhe njoftimet zyrtare të dërguara me email. Institucioni paralajmëron se do të zbatojë çdo hap të parashikuar në ligj për paraqitjen e detyrueshme. Seanca paraprake ndaj Ilir Metës u shty përsëri, këtë herë për mungesë të avokatit Kujtim Cakrani. Gjykimi do të vijojë më 27 nëntor. Edhe seanca e kaluar u ndërprer pasi avokati kërkoi përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, të cilën e cilëson në konflikt interesi, duke pretenduar se po hetohet nga SPAK pas akuzave të ngritura nga Sali Berisha. Mbrojtja kërkon rikthimin e dosjes në SPAK, duke argumentuar se prokuroria ka futur prova të reja pas mbylljes së hetimeve, dokumente që lidhen me lobimin e LSI në SBA. Monika Kryemadhi pohoi se nuk bëhet fjalë për prova të reja, por për një përgjigje të vënuar të letërporosisë. Seanca paraprake për dosjen Veliaj në GKKO u shty për datën 2 dhjetor pasi avokatët e kryebashkiakut kërkuan më shumë kohë për t'u njohur me aktet dhe që do t'i dorëzohen vetë Veliajt në burg. Në sallë, biznesmenët Meriman Palushi dhe Sokol Kryeziu kërkuan pushimin e çështjes, jo gjykim të shkurtuar. Erion Veliaj akuzohet për pastrim parash, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre, mos deklarim pasurie dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Bashkëshortja Ajola Xoxa përballet me akuza për fshehje të ardhurave dhe pastrim parash, ndërsa ish deputetja Klotilda Bushka akuzohet për pengim të drejtësisë. Dosja përfshin gjithsej 30 të pandehur. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka reaguar pas seancës gjyqësore për dosjen Buka, ku u përfol për një kërkesë të re për ekstradimin e tij dhe për verifikimin e një transferte të dyshimit parash. SPAK la të kuptojë se hetimi mund të zgjerohet me akuza të tjera, por Ahmetaj i ka cilësuar deklaratat si dezinformim me qëllim. Në një reagim në rrjetet sociale, Ahmetaj thekson se kërkesa për ekstradim nuk është e re, por daton që prej 18 gushtit 2023 dhe se ligjërisht ekziston vetëm një kërkesë, jo më shumë. Sa i takon transfertës së përfolur, ai deklaron se nuk ekziston asnjë qarkullim parash mes tij dhe personave të tjerë, ndërsa pretendon se SPAK e di këtë. Pseudotransferta hetohet prej më shumë se një viti. Nuk ka asnjë transfert midis meje dhe askujt. Le të ngelet sfidë, shumë shpejt përkthehet letërporosia, shkruan ai, duke akuzuar prokurorin se po ngrit tymnaj. Sipas tij, zhurma e SPAK ka qëllim të zhvendos fokusin nga mega skandalet e qeverisë dhe lidhjet me krimin e organizuar. Ai paralajmëron se do të publikojë detajet e reja në ditët në vijim. Rreth 200 banor nga Tragjasi dhe 3 fshatra të tjerë të Vlorës protestuan sot përpara SPAK, duke kërkuar hetim për atë që ata e quajnë shpronësim të paligjshëm masiv. Sipas kallëzimit të tyre, zyrtarë të qeverisë, biznesmen dhe persona të lidhur me ta dyshohen se kanë tjetërsuar tokat në Orikum dhe Tragjas, duke favorizuar kompani private. Banorët akuzojnë institucionet shtetërore për fshirë Këshillin e Ministrave për veprime dhe mosveprime që sipas tyre kanë sjellë dëbim ekonomik, zhvendosje të popullsisë dhe shkatrim të infrastrukturës komunitare. Në kallëzim
shërbim kërkohet ndjekje penale për individ dhe kompani që dyshohet të kenë përdorur dokumente të falsifikuara dhe të kenë kryer pastrim parash. Banorët pretendojnë se në skemë janë përfshirë edhe ish zyrtarë amerikanë. Në Komisionin e Sigurisë shpërtheu përplasje e fortë mes deputetit Klevis Balliu dhe drejtorit të policisë së shtetit Ilir Proda. Balliu akuzoi drejtuesin e policisë se ka kthyer institucionin në vegël të krimit, duke i treguar dosjen Metamorfoza si provë të kapjes së strukturave nga bandat. Ai akuzoi Prodën për mbrojtje të interesave kriminale, dekonspirim operacionesh dhe dështim total në rendin publik, nga vrasjet me skenar profesionist brenda 90 minutash, tek moskapja e drogës në Durrës, ndërsa Europa përmend rolin e Shqipërisë në trafikun ndërkombëtar. Balliu e cilësoi veprimin policor folklorik, ndërsa mafia ka gjithçka në dorë dhe bandat marrin frymën e shtetit. Seanca u tensionua rënd, me Prodën që shmangu shumë nga akuzat direkte. Kreu i grupit parlamentar të PD, Gazmend Bardhi, kritikon mazhorancën për refuzimin e kërkesës për mocion me debat mbi caktimin e minimumit jetik, duke akuzuar se po cënohen mekanizmat e kontrollit parlamentar dhe të drejtat kushtetuese të qytetarëve. Ai paralajmëroi se kuvendi po përdoret për të asgjësuar opozitën dhe kontrollin ligjor mbi buxhetin e vitit 2026. Nga ana tjetër, Tauland Balla, kreu i grupit të PS, e quajti kërkesën atipike, duke argumentuar se debatet për buxhetin janë prioritet dhe mocioni për minimumin jetik nuk përfaqëson kërkesë serioze për shqyrtim në seancë. Ai theksoi se opozita përdor instrumente parlamentare jo për diskutim real, por për shfaqje në foltore. Ministri Gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, paralajmëron se vera e kaluar mund të ketë qenë vera e fundit paqësore për Evropën, duke shtuar se një përshkallëzim i mundshëm i konfliktit me Rusinë mund të ndodhë që nga viti 2028, një vit më parë se parashikimet e mëparshme. Ai theksoi nevojën urgjente për modernizimin dhe riarmatimin e NATO-s, duke përfshirë krijimin e një force të madhe rezervë dhe kontrollime mjekësore për qytetarët që do të shërbejnë si rezervist. Pas deklaratave, Moska reagoi ashpër me zëdhënësen Maria Zakharova, që akuzoi Gjermaninë për retorikë agresive dhe nënvizoi se deklaratat tregojnë qartë se kush po vepron si agresor. Pistorius theksoi gjithashtu se paqja mund të ruhet vetëm përmes gatishmërisë për mbrojtje, duke pasqyruar ngurtësimin e qendrimit gjerman ndaj Moskës. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar 23 vite burg për Ilir Beqarajn, i akuzuar për vrasjen e ish policit Gentian Bejtja më 15 mars 2024 në Larushk të Fushkrujës. Sipas hetimeve, autorët hynë në oborrin e Bejtjas dhe qelluan me armë zjarri, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Një automjet i përdorur nga ata u gjeti djegur pak më vonë. Prokuroria ka dokumentuar praninë e Beqarajt pranë vendit të ngjarjes përmes gjurmëve të GPS të makinës së marrë me qira dhe e ka proceduar si bashkëpunëtor në krim më 28 shkurt 2025. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar 25 vite burg për Mario Përleshajn, të miturin që vrau me thik përpara shkollës Martin Canin dhe plagosi Luis Meçajn. Ai akuzohet për vrasjen në rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave. Megjithatë, duke qenë se autori është i mitur, Kodi Penal parashikon një dënim maksimal 12 vjeçar, çka do të thotë se gjykata mund të reduktojë ndëshkimin në gjysmën e dënimit fillestar. Seanca e ardhshme do të diskutojë konkluzionet e mbrojtjes dhe qëndrimet e palëve të dëmtuara. Moti do të ndryshojë ndjeshëm nesër, me rreshtje të dendura shiu që pritet të zgjasin gjatë gjithë javës. Bashkia e Tiranës paralajmëron qytetarët të tregojnë kujdes dhe të reduktojnë lëvizjet e panevojshme. Ekipet e emergjencës do të jenë në terren për çdo situatë, ndërsa qytetarët mund të raportojnë problemet përmes aplikacionit Tirana Ime ose duke telefonuar 112.